Bursa shqiptare e energjisë elektrike Alpex ka shpallur kompaninë fituese që do ngrej platformën e tregtimit elektronik për Shqipërinë dhe Kosovën, një ndër investimet më të rëndësishme digjitale në sektorin energjetik për të dy vendet. Sistemi i ri elektronik që do shërbesi qendra teknike e tregtisë së energjisë elektrike për zonat e ofertimit të Shqipërisë dhe Kosovës, synon të ofrojë menaxhim të automatizuar, shpejtësi të lartë ekzekutimi, transparencë dhe siguri maksimale për operacionet tregtare. Platforma është projektuar që të përmbush standardet më të larta teknologjike dhe rregullatore për tregjet e energjisë dhe do të mbështesë funksionimin e tregut të ditës në avancë, si dhe tregun brenda së njëjtës ditë, duke përfshirë dhe modalitetin e bashkimit të tregjeve. Në dokumentet e tenderit, të cilat përshkruajnë me detaje kërkesa teknike, është theksuar se sistemi duhet të jetë i besueshëm, i sigurt, i lehtë për përdoruesit dhe me kapacitete për rritje në të ardhmen. Fitues është shpallur bashkimi 3 operatorëve grek me një ofertë prej 287.3 milion lekë, ndërkohë që operatori tjetër pjesëmarrës në garë është skualifikuar pasi nuk përmbushte kriteret e tenderit. Alpex thekson se platforma e re do të forcojë transparencën, konkurrencën dhe efikasitetin në tregun e energjisë elektrike.